Ermal, të përshëndet, çfarë pritet të ndodhë në vijim pas refuzimit të kësaj kërkese? Atëherë Kassandra, në procesin e zhvilluar ditën e sotme këtu në gjykatën e posaçme, gjykata ka refuzuar kërkesën e të panderëve që kërkuan që procesi ndaj tyre të zhvillohet me gjykim të shkurtuar. Personat e marrë të panderë në lidhje me dosjen 5D janë të paktën 7 persona, me se cilve Redi Molla dhe Mariglen Qato, të cilët kanë mbajtur poste drejtuese në bashkinë e kryeqytetit. Tashmë procesi ndaj tyre do zhvillohet me gjykim normal, duke humbur kështu të drejtën që këta persona, në rast se do të gjenden fajtor nga ana e gjykatës të fundit të këtij procesi, nuk do të përfitojnë ulje të dënimit me 1/3, pra pasi atyre është refuzuar gjykimi i shkurtuar. Nga ana tjetër, seanca e radhës do të zhvillohet në 17 prill, ku personat e dyshuar janë arrestuar me urdhër të prokurisë së posaçme si të përfshirë në atë që cilësohet si një skemë e mirëfillt kriminale e krijuar nga drejtorët e bashkisë së kryeqytetit, teksa këta të fundit nëpërmjet kompanisë të quajtur 5D përfitonin tendera publik të organizuar nga Bashkia e Tiranës, por në mënyrë të padrejtë, pasi këto tendera përfitoheshin nga kompania 5D e drejtuar në mënyrë të drejtë për drejtë nga ana e Redi Mollës e Mariglen Qato. Se nga ana tjetër të pandehur janë dhe 5 ish zyrtarë të tjerë në cilësinë e anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave që favorizonin, le të themi, këta persona për përfitimin e tenderave publik nga ana e Bashkisë së Kryeqytetit. Nga ana tjetër, seanca e radhës do të zhvillohet në 17 prill në orën 9 në gjykatën e posaçme, ku prokuroria do të paraqesë provat për vijshmërinë e këtij procesi gjyqësor. Nga ana tjetër, më pas do të jenë dhe avokatët që do të bëjnë prapësimet së bashku me personat e marrë të pandehur. E kuptoj. Faleminderit Ermal për raportimin e drejtë për drejtë.